e verdhë për losartan, që do të thotë të merret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti. Kur keni apo keni patur histori të mëparshme me angioedema, një formë e alergjisë që manifestohet me ejtje të fytyrës, buzëve, fytit dhe ose të gjuhës. Arsyeja është se vetë losartan e ka të vetin këtë efekt anësor. Pra këtë lloj alergjie, ndonë se ndodh rrallë, përdorimi i këtij bari tek një person me histori të vetën ose familjare me këtë lloj alergjie, ekziston mundësia për të shkaktuar kjo alergji. Ky ishte një informacion i shkurtër apo siç quhet ndryshe shorts. Për të marrë informacion më tepër rreth barit losartan, hyni në Google apo në YouTube dhe kërkoni semafori i barnave apo e kuqe për losartan, apo e verdhë për losartan, apo jeshile për losartan, ku fjalët shkruhen bashkë dhe pa ndarje dhe ju kështu do të hyni në kanalin Semafori i Barnave. Një kanal dedikuar edukimit mjekësor për barnat dhe do të merrni gjithë informacionin që nevojitet për këtë bar dhe për barnat e tjera. Faleminderit.